Sot do shohim 5 makinat më të forta nën 5.000 euro. Tash hapësirat a çmimet ndryshojnë nga makina në makinë, mesatarisht dimër që të jenë poshtë 5.000 euro, si duke llogarit çmimet në Shqipëri, sa do shkojnë këto makina bashkë me letra, me targa, me dogan, te 5, domethënë se tash edhe nga këto mund gjesh edhe shumë më lirë, mund gjesh edhe shumë më të shtrenjta. Po e nis listën me modelin që kam pas edhe eksperiencë vetë, kam pas nga 2 modele si ato. Honda Civic gjenerata e 8, versioni FK ka ky që është i hatchback i Europës. Këto motorat i ka gjitha të forta. Ka motor 1.4 benzin, motor 1.8 benzin, si që kam pasun të dyja 1.8, ka edhe 2.000 benzin, KZ-ën që e ka të Type-R-ja, edhe 2.2 naftë në fakt edhe ai është i fort. Kamjot, manualet gjitha i ka të forta, duhet shmang automatikja iShift quhet, që është si robotike, ato s'bëjnë. Edhe kurse automatikja tjetër që është automatike e thjesht, ajo bë. Do thonë thjesht duhet shmang kamjo automatike robotike. Tjerat pastaj janë gjitha të forta, shkojnë shumë kilometra pa vetëm vaj filtra, s'ke nevojë mi bë, pjesë i ka shumë të lira, çdo lloj pjese që mund t'i prishet, se zërsi i prishet. Nuk llogarisë vetëm makinat që kanë motor të fort ose kamjo të fort, që përgjithsisht janë të forta edhe s'kan shpenzime. Kjo s'ka as probleme elektronike, asgjë gjë. Makina thjesht i punon gjitha gjonat shumë e fort. Është zgjedhje shumë e mirë. E dyta në listë është Suzuki Swift. Këto akoma s'kam provu vetë, po kam shumë qef ta marr edhe vetë. Një po s'ku me e çu, se e vogël, po është ndër makinat më të forta. Tash Suzuki Swift si me motor 1.3, 1.5 edhe 1.6 benzin të Swift Sporti, janë shumë motora të fort, po edhe 1.3-shi, që është motori Fiatit, që është me turbo, edhe është shumë motor i fort. Ndër më të fortë që është bona erë është si motor. Është kabinë vogël, e thjesht nuk ke probleme, s'ka asnjë lloj komplikimi, nuk është komplikume si makinë. Edhe këtu kamjot manuale normal që janë të forta, edhe versionin automatik vetë se e ka me 4 marrësh kjo, i fort është, po atë versionin CVT ato s'bëjnë. Versioni me automatik me kamjot CVT nuk është fort i mirë, kështu që edhe këtu atë duhet me përjashtu, pastaj këto tjerat janë gjitha super. 1.6 i Swift Sportit është pak më i fuqishëm, se është makinë e lehtë, gjithsesi është në fuqi e madhe, por është makinë e lehtë edhe shasi e mirë, në përkthesa është shumë e mirë si makinë e manovrueshme. Dhe variojnë në çmime goxha të lira. Edhe këto motorat pastaj të benzinës, si këto si ato të Hondës kthehen 100% gaz, edhe kjo është faktor tjetër te këto kategori makinash që janë edhe të forta, por edhe për t'i majt prap janë jo shumë kushtueshme, janë të lira. Tani Suzuki Swift gjeneratën e parë edhe dytë, po e dyta është si tip facelifti, të dyja pak a shumë, të dyja të njëjtat motora kanë. Thjesht kanë ndryshuar interiorin, pak kanë shtuar ca opsione, kanë ndryshuar pak më i bukur ky i riu versioni facelift, po i lësojnë, si pun motorash nga motorat i sojnë. Makina radhës është du surprizoje pak, është Ford Focus, po vetëm te gjenerata 2 dhe 3, vetëm motori 1.6 benzin, me aspirim. Ai është më i forti edhe sidomos me kamjo manuale, është ndër makinat më të forta. Edhe kam vurë për shembull çka kam pa disa herë më ka rastis që mekanik ndryshëm që kam njoft e përdorin atë. Shumë makinë fortë si probleme, po 1.6 edhe automatik, s'është i keq, po manual është normalisht më i fortë, më pak probleme. Ato motorat e ri që kanë dalë të Fordit, pastaj kanë dalë të 1000 EcoBoost 3 piston, që ato s'kanë bë fare. Gjithë shumë problematik, kanë shku për scrap shumë për aty, shef janë lirë fare që supono motori. Më vonë kanë rregullu, pastaj po 2-3 vitet e para kur ka dalë ka pas problematik krejt. Makina e 4 në radhë është makinë që e njohim gjithë më shumë se këto tjera, që është më përhapme, edhe është Golf 5, edhe motori që do zgjedh për këtë që është më i forti, ajo të forti ka shumë prej motorëve që ka, se vetëm të udopsu kanë arë motorat nga gjenerata në gjenerat, po atë që do zgjedh është 1.9 naftë të TDI. Fuqin të gjenerata 5 nuk e ka isoj, si që ka pas të Golf 4, ku ka pas edhe 150 kuaj, ato me
me TDI të kuqe. TDI e kuqe me të treja të kuqe ka pas 150 kuaj, ka pas 131 me 2, e ka pas 150 me 1, kurse të 5 Golfi 5, 105 kuaj ka pas tamam TDI, ka pas pasaj version edhe më pak me 95, ka pas e version SDI pa turbo fare që ato skeqi do 75 kuaj pa ato sejcin fare. Po 1.9 me kamio manuale, 5 marshe, ka pas edhe me 6 nuket, 2000 që mos qoftë me 6. Po. Golfi 5 manual me motor 1.9 është shumë i fort. Shumë i fort. Versionet me kamio automatike DSG, ka qenë fillimet e DSG, se janë më defektoze, po manuali është shumë i mirë. Edhe 1.9 që është motor shumë i fort, që bë kilometra pa probleme fare, mirëmbajtjen e ka të lirë, edhe pjesët e lira e ka Golfi 5 si makinë, i ka të gjitha. Po këtu mund të fusim edhe këtë plusin, i lloj, se është pak më i madh, po e njëjta logjik, shumë të fort. Tani makina e 5, po jo nga rëndësia, nështë është e para nga rëndësia, që më e parahapur në Shqipëri, kjo është edhe makina që njerëz të konsiderojnë të fort, kur thu duj makinë të fort, tonë Toyota Yaris. Se ka kriju këtë reputacion kot, që është me vërtet e fort, sidomos versionet e benzinës manuale. 1.000, 1.3, shumë të forta. 1.4 naft edhe s'është i keq, po të benzinës janë më të forta. 1.000, 1.3 janë më të fortat. Edhe manuale, 5 marsh manuale. Nafta është 6 marsh manual, po të benzinës janë 5 marsh manuale. Kanë automatike thjesht, kanë edhe automatike robotike, po ajo robotike s'është e mirë. Kamet manuale janë me 5 marshe për benzinës edhe 6 për motorën e naftës 1.4, po automatiket është robotike që s'bë fare, edhe CVT-ja, që prap edhe ajo s'është në gjë, po është më mirë se robotikja. Prap edhe këtu zgjedha më mirë është me pas manuale, edhe 1 ose 1.3 benzinë, më të fort pastaj probleme tjera s'kanë. Këta japonezët përgjithsisht, po ne se jena vende shumë të ftohta që përdorim krip, edhe kur është ftohtë që përdorin për ndryshkun e për to. Ndryshkun e kanë pak problem të japonezët, po në Shqipëri koha e mirë është ngrohtë. Kush i kam varet nga e ke importu tash, po ndryshkun duhet me patë, këto gjëra të tjera s'kan probleme. Edhe këto kthehen 100% gaz normalisht, edhe shumica e kanë kthy, po shumë makina të forta. Tu mund të pranë edhe Toyota Yaris që është e fort, Honda Jazz që po ashtu është e fort, prap kryesisht të këto japonezët ngelesh. Për këtë lloj çmimi, do të thonë poshtë 5.000 euro, që gjitha këto poshtë 500 janë, më i sigurt tek këto opsione. Edhe japonezët tjera, po rreth këtyne e më i sigurt, edhe s'do kesh probleme. Thoni edhe ju nga eksperienca juaj, qa makina që keni pas, qa u kanë rezultu të forta nga ato që keni pas, shkruajini një komente, normal di lexoj gjitha do kthej përgjigje. Ose nëse keni pas një nga këto, vërtetojeni që po, kjo është më vërtet kështu ka qelluar fort, se ka vëllë shembull këto hekra, dikujt mund të ketë qelluar fort edhe Range Roveri, po dikujt edhe Toyota jep probleme, se hekra janë, nuk i dihet si shko asnjëherë 100%, po sa më shumë të përhapet e të kena informacione, kur marrim nga shumë drejtime, mundemi që ti dallojmë makinat edhe problemet që japin zakonisht. Ju falenderoj edhe një herë për mesazhet, për like-et, për subscribe-et. Kena shku 6.000 subscribers, inshallah po shkojmë 10 së shpejti. Dhe ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.